Ja e vërteta, mund ta luash ashtu dhe ta argëtohesh, dhe këtë po të pyes sepse më mirë se kursa tjetër e di çfarë do të thotë kur iluzionet zhduken, kur gënjeshtra dhe të shëmtuarat dhe pesha e tepërt e të parit shumë bëhen të padurueshme. Lotët e tu janë dëshmi për këtë. Kjo nuk është dobësi, por sinqeritet, dhe dua ta kuptosh këtë. Këtë bar nuk ke pse ta mbash vetëm. Libri thot, të gjitha shqetësimet e tua ja kam lënë atij, sepse ai kujdeset për ty, dhe kjo ka arsyen e vet. Kur këtë peshë e vendos përpara Zotit, i lë vend diçka e tjetër të lind. Mendo për lëvizjen, ushtrimet, sportin, për çdo gjë që të sfidon. Fillimi është gjithmonë më i vështirë. Mendja jote kundërshton, trupi heziton, por kur e përfundon, shfaqet mirënjohja. Qartësia, gëzimi që nuk ishte aty në fillim. Kjo është e vërteta më e madhe që ke përjetuar ndonjëherë në jetë. Shembulli i asaj që je ti, në çdo minutë, në çdo sekond, është se nuk mbetesh aty ku ishe. Ti zhvillohesh përmes angazhimit, veprimit dhe guximit, dhe ardhmja jote gjithmonë do të jetë mirënjohëse vetes së tanishme, edhe për një hap të vetëm përpara, për një hap të hedhur vetëm me besim në veten tënde. Ja çfarë do të thotë në të vërtetë t'ia besosh barën tënde Zotit. Kjo nuk është të tërhiqesh pas, por të ecësh përpara shumë herë, duke lënë pas peshën që nuk të duhet më. Kur e bën këtë, gëzimi kthehet, letësia fëminore rikthehet. Të kujtohet se ende mund të luash, të qeshësh, të jetosh me habi. Ja, kjo është e gjithë e vërteta që të duhet. Jo sepse jeta është e lehtë, por sepse nuk të mban më të ngujuar në atë copës të vogël kohe. Prandaj, edhe nëse sot e ke të vështirë, lëre këtë bar, gjithsesi ec përpara dhe beso se Zoti të takon në hapin që hedh, jo në peshën që mban. Këtë po ta ndaj sepse e kam provuar vetë, dhe nëse më ka ndihmuar mua, jam i sigurt që do të ndihmojë edhe ty.